Transporti privat në Prishtinë ka organizuar një protestë për të kundërshtuar pezullimin e të gjitha linjave urbane. Vendim ky i marrë për shkak të mosmarrjes së pagave nga Komuna e Prishtinës. Ata kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për të siguruar fondet e nevojshme dhe për të rregulluar pagesat e vonuara, të cilat po shkaktojnë krizë në funksionimin e transportit publik në kryeqytet. Protestës janë bashkuar edhe punonjës së trafikut urban, të cilët kërkojnë një zgjidhje të qëndrueshme për problemet financiare të sektorit. Kryetari i Prishtinës përparim Rama ka shprehur mbështetje për kërkesat e transportuesve dhe ka kërkuar ndërhyrjen e qeverisë për tejkalimin e krizës. Sipas protestuesve, mosmarrja e pagesave lidhet me vonesat që kanë ardhur si pasojë e mosmiratimit të buxhetit të Komunës së Prishtinës. Ata kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë veprimet e tyre derisa të ketë një zgjidhje konkrete nga institucionet përgjegjëse. Në një zhvillim paralel, punonjësit e Radio Televizionit Kosovës kanë hyrë sot në grev për shkak të mosmarrjes së pagave. Sindikata e punëtorëve të RTK-s ka njoftuar se greva do të zhvillohet çdo ditë nga ora 11 deri në orën 1, duke pezulluar punën në të gjitha sektoret e institucionit. Këto zhvillime nxjerrin në pa tensionet e vazhdueshme lidhur me pagesat e punojësve dhe menaxhimin e shërbimit publik në kryeqytet, duke treguar nevojën për zgjidhje të shpejta nga institucionet komunale dhe qendrore.